euro? Si bie euro? Qa është, i ram prekët euros, qa alli ka? Ja, pra kjo është mënyra ma... Ju në lirua lastiku, lirua lastiku, e kupton? Një nga indikatorët matës është Ka qeni dobët. Ajo që nuk dihet, që nuk është që par vjet edhe vjet, Banka e Shqipërisë ka ndërhyr 2 herë në treg. Një herë ka blerë 900 milion euro, i ka tërhequr nga tregu, një herë ka blerë 740-748 Edhe prap bie. Pra 1.6 miliard euro i ka tërhequr, i ka blerë. Dhe prap euro sot është 94.2. Nga këto faktore egzogen, ti e matë sa para ke jashtë sistemit. Dhe janë mbi 3 miliard. Tani, kur ke mbi 3 miliard euro kesh jashtë sistemit, 4 janë total, po duke hequr pjesën që është e lishme, keshi që përdorin për bler bukën për ditë. Kjo pjesa tjetër është pjesa që ta rishmimin. Bim dakord vetëm për një gjë. Kjo nuk vjen në vite, kjo është e grumbulluar. Thuaj vetëm nëse bim dakord për një gjë. Ky leku i pisë që ti përmend nga droga, nga X. Nuk e di burime, nuk e di gjëra, po më të mbaroj. Nuk e di A burime. ka shans dhe mundësi që të futet në tregun shqiptar pa korrupsion? Si pa korrupsion. Nëse ti s'bën korrupsion diku, e fut dot në treg të lekë? Si se futë? Nëse ti nuk korrupton agjencinë. Atere, ma epi qik mua kamerën, ma epi qik ku ka kamerën, ma epi qik kamerën këtu, ja. Ja po e them këtu. Shkojnë të rinë shqiptar, jashtë, dhe vinë me 9.999 euro. Ja, fut! U fut, e more vesh. Si futet në treg? Po, shkojnë atje. Jo, për të ardhur në Shqipëri, më për të pasur në magazin. Anaj plum potën tani për budallëqe, kupton? Shkojnë atje në Spanjë, shkojnë në Londër, dhe sjellin 9.999 dhe fusin Shqipëri. Qa do tani, si futet? Në Shqipëri, po si futet në treg, mo? Ore, budaliqit! Ore, në treg si shkon, mo? Shkon plaka, i e 900 euro, 900 euro, 900 euro. Po shko në banko të plesh me tufa me euro atje. Ne sot kemi ligjin më të sakt të parandalimit dhe të pastrimit produktit në Shqipëri, që dhe kemi, nëse ai ligj zbatohet, nuk ka shans të futet, por ke agjencinë e mbikëqyrjes pastrimit produktit, agjencinë e mbikëqyrjes financiare, më të korruptuarën në të gjithë rrugët toksor. Pra, ti sot ke ligjin më të mirë të ndërtimeve në Shqipëri. Po ke KRTRSH-n e Republikës më të korruptuar në rrugët toksor. Ti jo, s'ka pare, jo. Ti ke sot ligjet më të mira. Po thua budallëqe tani, po ke ligjin më të mirë, po çfarë ligji më të mirë? Ti pa korrupsion treg. Çfarë po thuar valla tani se në mes të Amerikës pastrojnë para, në mes të Belgjikës pastrojnë para, në mes të Kipros pastrojnë para. Po Igor tani çam tregon mua. Kipro është e gjitha pastrim parash, mos e ngatro. Po çfarë po thua, ë? Kipro është e gjitha pastrim. Po pra, prandaj quhet Kipro. Kipro pastrim parash? Domethënë është profesionist. Kipro se ka fare vepër penale. Pikërisht. Jo, pikërisht jo. Të mos ta kesh vepër penale, pastrimin e produktit është gjë tjetër, ta kesh vepër penale është gjë tjetër. Nëse nuk e ke vepër penale, konkuron ndershmërisht dhe barabartë. Para tregut. Ore ti u zë çka kemë atë. Jo. Ndërsa këtu unë detyrohem të paguaj të gjitha taksat e Republikës, detyrohem të ri korrekt me ligjin dhe nuk i kam lënë këtij shteti asnjë taks pa paguar, ndërkohë që ai tjetri që është përballë meje fut pastrim produkt. Po ti pse mendon që kjo si paguan pastaj? Me që ti i paguake. Kush kjo? Kjo ja i the asaj. Nuk më ka mo një pyetje i bërë kësaj mo. Sa lek merr me faturë? Ai sa me let me sa. Çdo gjë me faturë, mo, edhe 500 euro. Ajo punon me tuaj jo. Lekët e klientit që blen pronën. Ai merr me tuaj. Ti i merr dhe i prek lekët e klientit që blen pronën. S'kam lidhje me lekun. Po ç'pun ka ti prek lidhje me lekun, të ngrej kapelën në rregull. Këtë thuaj pra. Ti je ka akuzuar me çfarë? Këtë thuaj. Unë jam